Nga zhvillimet atmosferike në vend dhe këtë gusht të nxehtë do të kalojmë në zhvillimet politike në Kosovë, ku duket se i njëjti fat po e pret edhe këtë proces zgjedhor të 7 qershorit në Kosovë, ku duket se partitë politike, më themi në opozitë së Bashku me Lëvizjen Vetëvendosi, nuk është se po shkojnë drejt një gjuhë të përbashkët për të patur një konstituim të Kuvendit të Kosovës. Ditën e sotme, në fakt pritet në orën 11 që të nisë seanca e dytë konstituive e Kuvendit të Kosovës, por brëmin e kaluar ka patur shumë zhvillime. Xhemail Rexha, kolegu i Euronews në Kosovë, do të na jap detaje sa e takon kësaj mbledhje të jashtëzakonshme në fakt për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Xhemail, të përshëndes. Ora tani shënon 11:43, 43 minuta me vonesë dhe ende nuk ka nisur kjo seancë. Çfarë po ndodh? Nuk është era para asnjëherë seancat e Kuvendit të Kosovës nuk nisin në kohë asnjë shenjë të deputetëve brenda sallës seancave plenare. Ata kanë bërritur në Kuvendin e Kosovës të gjitha partive politike, duke përfshirë natyrisht partinë më të madhe, Vetëvendosje, kryeministri në detyrë Kurti është parë duke hyrë në ndërtesën e Kuvendit të Kosovës nga ajo e qeverisë dhe është pyetur për kushtetueshmërinë e kësaj seance, pasi që Besoj duket kemi një problem teknik e kanë denoncuar si jo kushtetuese në ditë nuk arrit të shquaj atë që partikulon sa i takon seancës së jashtëzakonshme për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Nuk e di nëse jemi okay tani. Pothuaj që kryeministri Kurti bashkë me deputetë të tjerë të Lëvizjes Vetëvendosje tashmë janë në ndërtesën e Kuvendit të Kosovës, por ende askush nuk ka hyrë tek salla e seancës plenare. Edhe deputetë të Partisë Demokratike, të Aleancës, si dhe të LDK-s janë në Kuvend, por seanca nuk po nis sepse ata nuk kanë ardhur, janë në grupet parlamentare, po mbajnë mbledhje. Gjithashtu partitë e opozitës duhet të vendosin nëse do të marrin pjesë në këtë seancë, pasi që konsiderojnë si jo kushtetuese. Zoti Kurti është pyetur për kushtetueshmërinë e kësaj seance dhe ai ka thënë që e ka thirrur kryesuesi Deharit dhe thjesht është vazhdimsi e seancës që niste të enjtë. Ndërkohë, deputetja Lulena Xhiu, që ishte presidente në detyrë deri para 2 ditësh, ka thënë që kushdo që ka ankesa për kushtetueshmërinë e kësaj seance mund ta dërgojë lëndën në gjykatën kushtetuese, që siç e kemi diskutuar gjatë gjithë javës, duket se ky është qëllimi i Vetëvendosjes që lënda të shkojë në gjykatën kushtetuese dhe të fitohet kohë. Por pika vetëm e renditës natyrisht e mbetur është zgjedhja e kryetarit dhe e nën kryetarëve për ta quajtur të përfunduar konstituimin në Kuvend. Xhemail, në mbrëmjen e kaluar ke raportuar në kohë reale çdo ngjarje që ndodhte në institucionet e politikës në Kosovë. Kemi parë eksponentë opozitës që i drejtoheshin Kuvendit për të zbatuar ato afatet kohore aq shumë të mësuar edhe nga publiku i thjesht, ndoshta mbasi nuk ka patur një uri për situatën dhe aktualitetin politik në Kosovë dhe duket se ka patur dyer të mbyllura. Mbetet një tentativë e Vetëvendosjes për të shtyrë këtë proces deri në fund dhe për të shkuar në atë procesin zgjedhor që shumë shpesh e kemi artikuluar me ju patjetër, por edhe me analistë të ndryshëm në Kosovë për të shkuar vendin në zgjedhje sërish në dhjetor që mund t'i përkojë lëvizjes Vetëvendosje me ardhjen e emigrantëve të atyre shtetasve kosovarë që jetojnë jashtë, apo shkon më tej për aq kohë sa Albin Kurti nuk pranon kushtin e lidhjes demokratike të Kosovës për të patur Vjosa Osmanin si kandidaten për presidente, që i bie kemi patur një proces zgjedhor dhe këtë zgjatje apo të zgjatje të situatës politike vetëm për emrin e saj? Dje pas orës 19 deputet të PDK-s, të LDK-s dhe të Aleancës kanë ardhur këtu në ndërtesën e Kuvendit të Kosovës me kërkesën kanë mbledhur 40 firma, 40 firma se janë të nevojshme për ta thirrur një seancë të jashtëzakonshme dhe kanë thënë që i kanë bërë kërkesë sekretarisë së Kuvendit për vazhdimin e seancës konstitutive, por nuk kanë marrë përgjigje. Ata kanë qëndruar tek zyret e tyre dhe në momentin që kanë provuar të hyjnë në këtë sallë ku gjendem aktualisht, dyert kanë qenë të mbyllura sepse nuk ka pasur seancë, pra nuk është konfirmuar, kryesuesi nuk e ka konfirmuar dhe nuk e ka thirrur seancën për ditën e djeshme. Pra, opozita e deri tashme e donte seancën deri në mesnatë kur përfundonte afati ligjor për thirrjen e saj sipas gjykimit të fundit të gjykatës kushtetuese të qershorit të vitit të kaluar. Pra, janë 30 ditë që duhet konsumuar që nga certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve deri në momentin e konstituimit të Kuvendit, i cili nënkupton pra zgjedhjen e kryetarit dhe të nën kryetarëve. Zonja Xhiu sot ka thënë që dera ka qenë mbyllur sepse administrata nuk punon në orën 22 as rreth mesnatës dhe nuk ka pasur seancë të ftuar, nuk e ka ftuar kryesuesi
Dhe po ajo që e the, pra gjitha indikacionet flasin për një shtyrie të qëllimshme të gjitha fateve në mënyrë që çështja të shkojë në gjykatën kushtetuese, të zvarritet deri në atë kohë sa zgjedhjet të mbashin në fund të dhjetorit të këtij viti. E kemi parë takimin përpjekjen e fundit të djeshme të zotit Kurti me zotin Abdixhiku, lidhur nuk hezitor nga kërkesa për president, sepse beson që vetëm në këtë mënyrë bëhet balanci institucional, ndërkohë që zoti Kurti ka thënë që ambiciet e LDK-s janë shumë të mëdha, sepse me 18 deputet nuk mund të asynoj postin e presidentit të Republikës, dhe se nëse nuk është i vetëvendosur, ai duhet të jetë apartiak ose apolitik. Dhe nuk ka ndryshuar asgjë nga dita e djeshme, pra gjithë jemi në pritje për të parë se çfarë do të nxjerrë vetëvendosja, nëse do të jap një propozim pas pak minuta shkurtinisë seanca. Edhe pse quajnë jo kushtetuese, pritet që deputetët e PDK-s, LDK-s dhe Aleancës të vinë dhe të provojnë të flasin. Por jam i sigurt që kryesuesi do t'u ndalë fjalën, sepse në seancën konstitutive nuk lejohet debat. Pra është thjesht krejtësisht formale, nëse vetëvendosja e para që duhet flas, thjesht duhet ta jap emrin për kryeparlamentar, dhe nëse këtë nuk e bën, sërish seanca mund të ndërpritet.